Mi mbrëma të nderuar miqtë e mi, sonte pranë jush dua të sjell një histori shumë të dhimbshme, historinë e dy motrave, ku fatkeqësisht babai i tyre i shiti në kazino. Dëgjoni këtë histori. Babai na shiti për të larë borxhin që kishte në kazino me vjerin tan, dhe sot nuk na pranon më si vajzat e tij. Unë dhe motra ime jemi rritur në një fshat të vogël të bukur në zonën e Petrelës, me një fëmijëri që mund të them se në fillim kishte më shumë ëndra se sa frikë. Ndonë se ishim të varfër, kishim njëra tjetrën, kishim lojrat tona të fëmijërisë, kishim përqafimet e mbrëmjes para gjumit. Por mbi të gjitha, kishim besimin se prindërit tanë do të na mbronin, do të sakrifikonin gjithçka për ne, siç bëjnë të gjithë prindërit kur duan fëmijët e tyre. Por jeta nuk shkoi kështu. Babai ynë kishte një dobësi të madhe, kazinon. Filloi duke shpenzuar pak, siç e bëjnë shumë burra që s'mendojnë për të nesërmen. Por shpejt loja u kthye në mallkim. Ai humbiste gjithçka që fitonte, edhe për të mbuluar një humbje, bënte një tjetër. Shkoi deri aty sa të shiste sende nga shtëpia, pastaj tokën, pastaj mori borxhe. Dhe një nga borxhet më të mëdha e kishte ndaj një miku të kazinos, që më vonë do të bëhej vjeri ynë. Një ditë pasi kishte humbur shumë para dhe s'mund të kthente më asnjë gjë mbrapsht, ai bëri pazarin më të errët që një prind mund të bëjë ndonjëherë në jetë. Na shiti mua dhe motrën time si shpërblim për 2 djemt e atij burri. Unë isha vetëm 17 vjeç, e motra ime 19. Ne nuk u pyetëm për këtë gjë. Nuk na lan as të mbaronim shkollimin. Na hipën në një makinë me pasaporta false, me lot në sy duke mos kuptuar se çfarë po ndodhte, na çuan në Gjermani ku gjoja do të nisnim një jetë të re. Në realitet, po na nisnin në një ferë të gjallë. Ne nuk na martuan fare, nuk shkuam me dëshirë, na dorëzuan. Në sytë e atyre ne nuk ishim më vajzat e tyre, nuk ishim më bijat e shtëpisë, ishim bërë monedhë këmbimi, mall që paguante borxhin e dikujt tjetër. Në fillim u përpoqëm të përshtateshim, thoshim me vete, të paktën të jemi bashkë, do ta përballojmë. Por realiteti ishte shumë më i errët se çdo mangth që kishim imagjinuar. Burrat tan, djemtët e atij mikut në thonjza, që i fali babit borxhin në këmbimin mes nesh, ishin të dhunshëm, brutal dhe të pamëshirshëm. Na trajtonin si sklave, si shërbetore pa zë. Na izolonin, na fyenin, na rrihnin për çdo gjë. Na kontrollonin telefonat, jetën, trupin, shpirtin. Ndërsa ne ishim vetëm, shumë të vetmuara në një vend të huaj pas një të afërt pa mbështetje, pas një gjë. Kur provuam të kontaktojmë me prindërit tanë në Shqipëri, ajo që na theu zemrën më shumë se gjithçka ishte reagimi i nënës son. Ajo nuk na tha hajdeni në shtëpi. Ajo nuk na tha jeni vajzat e mia, nuk ju lë në dorën e askujt. Ajo tha, duroni bijat e mia se unë duhet të haj qytekun tuaj një ditë. Do të thotë, duroni se unë dua t'ju shoh të martuara, nuk dua të më turpëroni. Dhe atë ditë, zemra jon u coptua. Ishte një dhimbje më e madhe se çdo shuplak, më therrse se çdo grusht që na ishte dhënë ndonjëherë. Kështu jetuam për 5 vite. 5 vite e ferë, ku çdo mëngjes fillonte me një lutje të heshtur dhe çdo natë mbyllej me frikë se ndoshta
nuk do të zgjoheshim më të nesërmen. Nuk ishim gram, ishim të burgosura. Nuk ishim bashkëshorte, ishim borxhe me emra. Deri kur një ditë mbledhëm pak rroba, pak guxim dhe shumë plagë dhe ikëm. Sot jetojmë ende në Gjermani. Jetojmë me frikë por të lira. Punojmë shumë për të ndërtuar një jetë tonën. Nuk jemi të pasura, por për herë të parë jemi të zëshme. Për herë të parë po e tregojmë historinë tonë sepse nuk mundemi më të heshtim. Por ajo që nuk mund ta kuptojmë kur është fakti që babai ynë edhe sot e kësaj dite nuk na pranon më si vajzat e tij. Na ka fshirë nga zemra, nga shtëpia dhe nga kujtimet. Ai mendon se ne kemi turpëruar, kur në të vërtetë ai ishte që na dhuroi si monedha për të shpëtuar veten. Ai na vrau 2 herë. Një herë kur na shiti dhe një herë kur na mohoi. Por ne nuk mbajmë urrejtje. Ne ja kemi falur atë gabim. Ja kemi falur vetëm për paqen e shpirtit ton, sepse edhe pse jemi larg për vdekjen dhe jemi plagosur për vdekje, nuk duam të bartim urrejtjen si bar. Duam që ai të kuptojë, të pranojë dhe të pendohet, qoftë edhe në heshtje. Dhe për këtë po ndajmë historinë tonë, sepse ka shumë vajza që po përjetojnë të njëjtin mangth. Shumë motra që po trafikohen, po shiten në emër të nderit dhe të borxheve të trupit. Nuk jemi vetëm ne, por ne nuk do të heshtim. Ne jemi motra, ne jemi plagët gjalla, ne jemi shpresë që ndefrymon edhe pse me gjak e lotojmë. Zoti na pa kur të tjerët na haruan dhe vetëm ai na dha forcën për të mbijetuar. Ky është rrëfimi im. Ky është zëri i 2 motrave që u shitën për borxhin e një kazinoje, por nuk u shuan kur. Në fakt kjo është historia e 2 motrave, një histori që më besoni mund të jetë shumë e ngjashme në për të gjitha historitë dhe familjet shqiptare. Të shumta janë goca të cilat fatkeqësisht jepen për kazino, unë di edhe raste të tjera të këtilla, por ajo që unë do kisha lutur në këtë mes është që mos jetoni duke bërë fajet tuaja dhe ato faje t'i mbartin fëmijët tuaj. Fëmijët nuk janë fajtor të gabimeve tuaja, fëmijët nuk janë fajtor të asnjë gjëje që prindërit bëjnë dhe të mbyllësh një jetë, të shkatrosh një shpirt, të shkatrosh një zemër, vetëm ta shpëtosh veten tënd nga faji dhe nga përgjegjësia e atij rrugtimi që ti ke qenë shumë bukur i informuar se si do të përfundon, sepse kazinoja është një fotografi e pastër se çfarë të sjellën, po bëni gabimin më të madh të vetes tuaj.